Mi mbrëma dashur shqiptar kudo që jeni. E di që prisni pa durim arrestimet, por aman dhe njerëzit që fshihen dhe nuk dalen në skenë. Të dashur shqiptar, gjithmonë pyesni ku janë arrestimet, çfarë po bëjnë me arrestimet. Ne ua kemi thënë sepse pse do të bëjmë më datën 4 korrik, për arsye për leminimin e tiranisë që u ka shfrytzuar për 34 vjet duke vjedhur e duke vrarë. Ju e shihni në krahun tim të djathtë. Ju e shihni se çfarë ka firmosur sot drejtori or kryetari e quani ju të SPAK-ut, Dumani. Dumani të erdhi fundi o sot o kur. Çdo ditë kemi thënë që Dumani duhet t'i arrestoj sa më parë. Ai firmosi të gjitha sot për arrestime. Ai e pa fare mirë se gjyqtarët e tiranisë anti-shqiptare, anti-shqiptarve, për 34 vjet, gjyqtarët me diploma falso shtyn ditët, po thuaj, për ditë i shtyn, njëri bëhet smur, tjetri nuk vjen, jam të qëllimshëm. Zotni gjyqtar, kudo që jeni, në Tiranin do mbani përgjegjësi jo vetëm penale, po përgjegjësi popullore. Ju e kuptoni çdo të thotë përgjegjësi popullore. Ka ardhur koha. Mja jeni tallur me shqiptarët. Mja jeni pasuruar me shqiptarët. Ka ardhur koha që ju t'i vini para gjyqit dhe t'i jepni dënimin e merituar. Nuk shqyet më. U kemi thënë shqiptarëve që para 4 korrikut duhet arrestoj njerëzit më kryesor. Sepse kur të bëhet qeveria teknike, e më pas me president, njerëzit do hiqen zvarr në përgjyqje. Me qindra çdo ditë do arrestojnë dëmin që kanë sjellë këtij popull. Të dashur shqiptar, ju gjithmonë jeni në pritje. Gjithmonë bëni kritik pse nuk arrestohen. A herën detyrohem të bëj edhe unë kritik karshi jush. Mja ndet në gjumë. Mja në për kafenet, duke pirë raki e duhan, dhe flisni, dhe nuk dilni të guxoni. Nuk e kuptoj përse keni frikë. 46 vjet me regjimin komunist u bëtur, u shtypnë, u përçanë familjen, u burgosën, u intrenuan. 44 vjet u vodhë. Jo vetëm gjaku në qumuar, po dhe lëkur u ka lënë koskat. Nuk u lenë të pini ujë në tokën tuaj, në shtëpinë tuaj, por fjalë kini të tepra, por nuk dilni kur duhet për të dalë. Unë nuk them për revolucion, unë them për ditën e lirimit të tiranisë, që u ka zaptuar 100 vjet, 46 vjet me regjim bolshevik dhe 34 vjet me regjim me ordinerët, duke ju vjedhur, duke u burgosur, janë mbushur burgjet e Shqipërisë plot për plot. Porça, Fieri, Rokozhina, kudo që janë burgjet, sidomos dhe burgu i grave Pogradec. 90% në burg që janë kot, janë pse s'kan paguar një dritë, janë pse kanë vënë një dritare, janë pse kanë udisur qatin,
të veni qëramidet se u pujkon, janë pse mbjellën perime në shtëpi, janë pse kanë vënë një gardh, kurse hajdutët, ordinerët, si në parlament dhe në qeverisjen e dy partive bolshevike, si PD-ja dhe PS-ja plus Partia e Punës Komuniste, edhe me keqja e spionazhit, e spioneve palo spionve, por sot. Dhe sot kanë qenë në SPAK. E sot kanë qenë në SPAK, pra janë duke arrestuar. Ilishovi flet të arrestimit përsëri, që në zvendës kryeministrja, në 6 ministrat, në shumë deputet, sidomos e quajtur partia e Berishës, do arrestohen jashtëzakonisht shumë njerëz. E sidomos krye hajduti, krye ordineri, i quajtur me emër Fatmir Mediu, që bën s'ku shkon në Amerikë kur ka ditën e gjyqit. Unë po them para shqiptarve, ai nuk je kurkush në Amerikë. Pavarësisht se ne, ditën që ai lëviz kudo që vete, është në kontroll. Shtëpi e para, në miqt e vjetër, pa ato para do t'i kthejnë shqiptarve edhe 100 ark. Data 4 korrik është data e çlirimit të Shqipërisë nga 100 vjet, sidomos 34 vjet. Shqiptar. Nuk po them emrin popull, po them shqiptar. E janim datën 4. Do t'i shihnin ministrat kur të flasin. Dhe çfarë do t'i bëjnë këtij kombi dhe Shqipërisë. Pra, të dashur shqiptar, e jani. Unë kam ardhur për ju, jo për veten time. Unë kam ardhur për ju bi sakrificë. Bi sakrificë për kombin që ka vojtur prej shekut. Bi sakrificë për njerëzit që janë vrarë 46 vjet nga regjimi komunist. Bi sakrificë për 34 vjet që u kanë vjedhur. U kanë përzënë fëmijët jashtë dheut. Ju i dini që janë jashtë duke punuar. Janë mbushur burgjet plot e përplot me intelektualë shqiptar, me të rinj, me të reja. Unë e bi për ju të dashur bashkëdhetar shqiptar, që t'jetë qeveria e pastër, me kushtetutësi në Amerikë. As një presje nuk i lëvizën, e njëjta si në Amerikë. Nuk ka dallim se është ministr, se është president. Ligji është një për të gjithë. Këtu në Shqipëri është përhapur nga propaganda, nga këta që u kanë sunduar për 34 vjet. Flitet dhe për kafenet, që edhe unë bëj 10 vjet burg, thot, o 5 vjet burg, po të miljen parat. Të dashur shqiptar, është parrulla shumë e keqe. Të gjitha ata që janë arrestuar, për shembull si Iliri dhe kryetari i bashkisë Erjoni, janë të gjitha konfiskuar para se të arrestohen. Nuk janë konfiskuar paratë e fshehura që janë matur me metro kub në për tunele, në për mure dhe kudo. Ju e pat vesh të dashur shqiptar, e pat me sytë tuaj, një pastruse, $1 milion, një qyje. Llogaritini sa para kanë. U kanë vjedhur për 34 vjet. Pra, arrestimet duhet përfundohen. Duman, ke edhe 3 veta për të arrestuar në SPAK. Do arrestohen shumë gjyqtarë. Këta gjyqtarë që anullojnë gjyqet, që i shtyn pa fund, tallen me shqiptarët. Aman, shqiptarëve u erdhi dita. Do tallen shqiptarët me gjyqtarë, me prokuror,
me ata që u kanë munduar për 34 vjetë. Ka gjyqtar, ka dhe prokuror me dokumenta falso, që i shtyn gjyqet qëllimisht. Bashkëpunim me prokurorët, bashkëpunim me avukatët. Të dashur shqiptar, mos e dini se do një avokat që keni zërën e shtuaj, jo, ata janë sekserë. Ata bim pazar para se dhe një gjyq. Po unë po habite me gjyqtarët, që e këshin gjyqin sot, e anulluan. Unë po e them këtu, shqiptarëve, shumë gjyqtarë do arrestojnë, shumë prokuror do arrestojnë, shumë avokat, keni 10.000 avokat, me falso, mashtrus, i shtyn ditët gjithmonë të gjyqeve. Njerëzit kanë hallë, ndarjet e shtëpive, i kanë të rregull, jetojnë në përshpi me vite, po gjyqet vazhdojnë, qëllimisht që të bijnë grindje familjet, të bijnë grindje nën e babë, të bijnë grindje vjerë menuse, e bijnë qëllimisht me palo gjyqtar, me palo avukat. Por, u garantoj të dashur shqiptar, dhe betohem para jush, çdo gjyqtar që ka gabuar, çdo avokat që ka gabuar, do hyjë në ato burgjet që do t'i lirojmë, në burgun e Korçës, në burgun e Fierit, në burgun e Rogozhinës, të Peqinit, të Elbasanit, kudo që janë burgjet, të gjithë ata do burgosin, e do t'i futëm këta të rinjt. Pra e pat edhe vetë sot të dashur shqiptar, e pat vetë kush vajti në SPAK sot, disa ju i dini, por në 10% nuk i shini. Pavarësisht se brenda SPAK-ut kishte që tregoni çdo gjë, sidomos ish kryetari i SPAK-ut, edhe ai e ka me orë dhe me ditë për të burgosur. Çdo gjë që ai ka bërë janë evidente. Çdo gjë janë të regjistruar. Për çdo njeri, u kam thënë dhe mbërpara, çdo gjë që bëhet në Shqipëri është e regjistruar prej 34 vjet. Çdo para që është vjedhur, dihet. Sidomos, disa ambasada përpiqen si të ngatërrojnë shqiptarët. Ata menduan se ne ishim në heshtje. Këto ambasada të armiqve tonë shekulluar menduan se ne nuk ishim në shikim. Filluan ta zhvatin Shqipërinë. Filluan të minin pasuri me $1. Po pasuria nuk ik. Aty është. Do t'jetë tuaja dashur shqiptar. Plus, ne do bllokojmë bankat e atyre kudo që i kanë, që kanë shfryzuar tokën e Skënderbeut për 34 vjet. Të dashur shqiptar, nuk kam thënë gjithmonë u erdhi dita e juaj. U erdhi dita e juaj, jeni të gëzuar. Ta festojmë së bashku me ditën të shënuar të tokës të bekuar të Amerikës më 4 korrik. Nuk e barakot më 4 korrik në sheshi Skënderbeut, vetëm ai na ka ngelur si patriot, kurse të tjerë patriotë e Shqipërisë pe një shekulli i kanë harruar. Ne do t'i kujtojmë, ne do betojmë në datën 4 e 4-5 ditë kini. Do betojmë para Skënderbeut që t'i shërbejmë komit. Do ngrejmë flamur amerikan me shtiz, flamur shqiptar. Do betojmë para flamurit ton që t'i shërbejnë shqiptarëve të gjithë ministrat,
Kushdo që t'jetë, nuk është puna e ministrave se disa e kanë marrë gabim për 3 muaj. Të dashur shqiptarë, është për 3 muaj, për të hapur zgjedhjet e reja me president, nuk do ketë me kryeministër që po tallen. Gjithë ajo Amerikë, ajo toke bekuar, ka vetëm 13 sekretar, 13 ministra. 300-400.000 në publik. Ajo toke bekuar, ka vetëm 100 senator. Ne do të kemi 41 edhe 80 deputet. Po do t'jenë deputet që t'i zgjedhi vetë shqiptari, t'i zgjedhi vetë qytetari, fshatari, ta njojë, t'i thot para publikut çfarë shkolle ka bërë, ku e ka bërë, dhe çka bërë, ai që do dali të votohet për deputet o senator. Të thot çfarë ka bërë kobi, çfarë i ka bërë familjes së tij, çfarë i ka bërë lagjes, qytetit, kombit. Nuk është me të ebruar, si në kohën e bolshevikëve dhe si në kohën e hajdutëve që janë këtu. Të dashur shqiptar, ne nuk po flem gjumë. Ne kemi ardhur të i shërbejmë kombit tonë. Amerika është me ju, të dashur shqiptar. Është me shqiptarët. Kur them me shqiptarët, me kufin natyrore. Kur them me kufin natyrore, them me Kosovën tonë të dashur, me Malezi, me Maqedonin e Aleksandrit, që e kanë vënë veriu i Maqedonisë. Oh, more grek, more sërb, e kemi ne në dorë tani. E kanë binë të Shqipërisë në dorë, dinë se që kanë bërë dhe që bëjnë për kombin e vetë. Vërtet lufta e tretë fillovi, pamasi se nuk tregohet në për televizor vrasjet që po bëjnë. Aman, erdhi koha e shqiptarëve. Erdhi koha e shqiptarëve që ka rritur fëmijët me bukë thatë. Të gjithë, nuk e them kot 97%, si në kohën e regjimit komunist, dhe këto 34 vjetë, 97% janë pa bukë, janë pa ujë. Dhe sot, kur ne e bëmë datën 13, fshishin në përpemët, frikacak. Shqiptari nuk ka pat frikë. Shqiptari gjithmonë në luftë kanë qenë, janë thyer, aman, kurriz nuk e kanë gëther. Rrinin në përpemët, po e di kush ishin ata. Ata ishin me ato kapelat e Republikës që kanë shqyer shqiptarët në për kampet e entrenimit, në për burgjet, në për qytetet, në për ushtri, që ushtarët në kohën e regjimit komunist oficerët rrinin të veshur, natë e ditë, vinin kambalet, uzinin këmët myk, gjoja mbronin kufirin, që u vilte e flota e 6. Që s'është e vërtet. Amerika është si Zoti. Amerika është tona. Ka filluar që në fillim që është tona. Me birë shqiptar, presidenti i parë i Amerikës. Nuk them kot që është tona. Presidenti Bush, që nuk e pa Shqipërinë të lirë, me kufin natyror. Po këtu hapet propaganda, si kur do vi dhëndri i të quajtur president në Amerikë. Jo, sa të jemi gjallë ne, nuk vjen asnjëri. Të janë palavra, të janë mashtrime, të janë kofjuz që ta ben shqiptar. Pra, ja sot, doli Spaku dhe tha, i firmosa të gjithë, e shinin në krahun tim. I shoni ato fytyrat, janë gati për të arrestuar. Por si që kam thënë, Edi Rama arrestohet kur bëhet qeveria teknike. Të dashur shqiptar, me dorë në zemër, u biftes, me datën 4
korrik, mbas 3 ditë, 4 ditë. U pi ftesë të vini. Unë jam për ju. Nuk jam për veten time. Jam për ju kam erdhur. Po bi sakrificë për ju. Sa e kemi në dorë ta bim Shqipërinë. Kemi Chelsin. Po ajo dera do njerëz. Ajo zyra do njerëz intelektual. E janë i pra. Mos u fshini. Mos u ankoni në për kafenet. S'kemi pension. Mos u ankoni në për kafenet. Na vinë në për dyqane dhe ne mbyllën. Mos u ankoni në për kafenet e në për pemët, duke lojtur domino. Ua, po kjo qeveria po na vjedh çdo ditë. A i shini botën si bëjnë demonstrat. A i shini dhe armit tonë, sërbë. Populli është ngritur. Kanë mbushur bulevardet. Kërkojnë bukë. Kërkojnë drejtësi. Kurse ky populli i Shqipërisë rrinë për kafenet. Bën muhabete, llogje, pazari, duke pirë nga një gotë dhe duke folur me njëri tjetrin, tregojnë trimëri. Por në të kundër janë prikacak. Doni, apo s'doni, ju që rrini për kafene, do të bëjmë Shqipërinë me kufin natyror, Kosovë, Malizi, Maqedonia e Aleksandrit. Do të bëjmë Shqipërinë. Do të bëjmë me të rinj që janë të për Evropë, me intelektual që më kanë erdhur të zyrë, inxhinier, avokat të ndershëm, ekonomist të ndershëm, që kërkojnë ta bëjnë Shqipërinë. Inxhinier, më kanë thënë që do ketë shqiptari 24 orë dritë, ujë, plus do t'i shesëm Evropës. T'i shesëm atë çmim që duam ne. Jo atë që e kanë vjedhur Shqipërinë. Që shqiptarët kanë punuar 26 vjet me bukë thatë në regjimin bolshevik. Kanë hapur kanale, taraca, hidrocentrale, energjisë. Pra, do të shihni dhe ministrin e energjisë çfarë do të thotë. Që do bëj travaj, tren, që deri tani e ka lënë qëllimisht të dashur shqiptar. E ka lënë tren, travajin, që ju të përdoni ato makinat e vjetra që keni marrë, që ju të mini naftën me $2.000, me $2. Pra, të dashur shqiptar, nafta as kushton as 15 cenca, po e kam bërë qëllimisht që ta mirë ju. A i shini naftën e Fierit që kalon natën me trena? Ne e dim dhe kush i shet e kush bën pazar. A i shini se fshatari nuk ka naftë të plugoj autokombanjën, është bërë i qëllimshëm. Ministri i ri do t'u thotë më datën 4, si do ndihmoj buqen me mjete moderne, me vaditse moderne, jo me kanale. S'ka nevojë për kanal. Me elektrik, njerëzit janë të vjetër, nuk e përballojnë, 15% nuk do paguajnë fare elektrik. Bujku do t'i jipet drithi, i erdhur original nga Amerika, të mbylli perime, fruta, dhe t'i shesëm jashtë kufive tonë. Nuk do lejojmë në tokën shqiptare të hyjë asgjë, sepse toka shqiptare është pjellore. Ujin e kemi, naftën e kemi, çfarë s'ka toka shqiptare. Florish, Krom, tini të bindur të dashur shqiptar. Aty ku ka Krom, për shembull Bulqiza, gjithë fshati që është rreth do marri 15% çdo muaj nga pronari
që do vinë nga shtetet e mëdhaja. Nuk janë pronara këta që janë tani. Ta s'kishën pantallona të vishin, disa që quhen pronar, që quhen milioner, nuk do kenë asgjë të dashur shqiptar. E burgu është pak për ta. Vjen kudo, presin ujin, labri, sa Vlora nuk ka ujë për 2 javë, sepse e kam prerë ujë. Ku jeni vlonjat? E janë pra më datën 4, që për ju jemi. Fjeri, ku jeni fjeri, që s'kini ujë? Edhe ujët po presin. Bukën ua kam prerë, fshatarëve nuk i len të hapër një puzë, nuk i len të rregullojnë një dritare, është bërë Shqipëria pa dritë, pa ujë. Ajere pra, doni të arrestojnë, po arrestojnë këta. Po kur të bëhet qeveria, nuk ka kyç apokaliptar të hje zvarë. Si i duroni të dashur shqiptar, të quajtur presidenti, heq Skënderben, që i vjen një nga Turqia, i mban ambrellën se vjen një rrugaç nga Franca. Dashur shqiptar, Evropën e ka krijuar Shqipëria. Shqiptarët janë intelektual. Po ju që keni ngelur këtu, e janë më datën 4. Kosovë, e janë Kosovar. Ju keni problemit tuaj që s'bozgjitit do të qeverin Kosovë. U kam thënë 1000 herë, vini flamuri shqiptar. Mos mbani me atë flamuri me ngjyra sërbe dhe greke. Grekët si dikur do vinë të punojnë për shqiptarët. Italianë si dikur do vinë të punojnë për shqiptarët. Shqiptarët do kenë çdo gjë që është ngritur në tokën e shqiponjave, është e Shqipërisë. Të dashur shqiptar, çfarë kërkoni? Arrestimet po bëhen. Qeveria do bëhet vetëm për të bërë kushtetutën e re. Kushtetuta që është, kjo është qëllimi, disa nuk e kanë kuptuar. Do bëhet përgatitje zgjedhjeve për 80 deputet dhe 41 senator. Jo me kryeministër, me hajdutër. Të rajo Amerikë, 300 milion, me 13 ministrë. Kurse Shqipëria, me 120 hajdut, me 120 rrugaç, me 128 bëdark janë pa brek, të nesërmen ka një hotel, ka një vilë. E duroni këtë? Akoma doni të rinjë për kafene? Për ju, po e bëjmë. Para Skënderbeut. Nuk është bërë as në Amerikë, as në botë, me qindra flamur amerikanë do shini dhe me qindra flamur shqiptarë. Do ngrihet me shtiz flamuri shqiptar dhe flamuri amerikan. Do këndohet ymri i kombit nga korçarët e shekujve. Do shini të rinj të erdhur nga Evropa. Më 90% ishën të erdhur nga Evropa. Kurse frikacakët Tiranës rrini fsheu në përpemët. Se në heqen nga puna. Tini të bindur, nuk e gjeni nga puna. Le ta provojnë. Kushdo që të vijë atje, ta heqen. Le që e kanë të shkurtër, e kanë me orë, me ditë. Pra, të dashur shqiptar, po zgjatem, arsyeja ime është se këta që shini urdhri e shini vetë, se kemi bërë ne, e ka bërë televizori në TV-ja, e shini vetë fytyrën e Edi Ramës, si është, e shini vetë fytyrën e zëvendës kryeministres,
që si ishte, si ish bërë, e ze flet lartë e poshtë që unë do të bëj një Shqipërinë. Ka rritur Shqipëria ke ajo, ta bësh ti Shqipërinë. Ashtu si e bëri gjyshi tënd, që i futin për kampet e intrenimit e i burgosi. Pse e din ju që i vran e i pren çështje politike, jo zotni, për karrike. I vran shqiptarë dhe më 74. I mbaruan, s'kishë me, ku vrisni, filluanin hangi kokën e tyre. Përfundimisht të dashur shqiptar, data 4 korrik do mbahet një historinë jo vetëm të Shqipërisë. Janë trembur edhe ministrat Evropës. E kanë marrë vesh të gjithë. Amerika, kudo e kanë marrë vesh. Toka e bekuar e Amerikës shtona të dashur shqiptar. Ambasada u kam thënë 1000 herë, Nancy është ambasadore e Amerikës. Pavarësisht se doni ju apo s'doni. Pavarësisht se nuk u bë, si ishte për të bërë 4 korriku. Pra do bëhet pas nesër 4 korriku. Do valvoj flamuri amerikan dhe flamuri shqiptar. Ashtu si që kam thënë, vini flamur amerikan shqiptar me çdo çati, me çdo korridor, me çdo vend, me çdo dyqan, mos paguani me taksat asgjë, është në përfundimin e sipërm. Lërini shqiptarët të rahat. Unë po them aty taksa gjinjeve që u venë për dyqane. Dhe u thonë, na paguani se na ka dërguar. Mos paguani dashur shqiptar. Ata i dërgojmë për të mbledhur para. Tuaj. A herë të dashur shqiptar, e njëherë thirrja ime e fundit është, mos u tremni, nuk u e heq njeri nga puna. Le ta provoj, po dojtë u heqër nga puna. E janë më datën 4 korrik. Nëse ju u thonë disa që do t'u heqëm nga puna, në ardhë dëzyrë shumë të policisë. Edhe ata kërkojnë punë. E ata kërkojnë të jenë përsëri. Unë u thash, ne po i organizojmë 3 organizata, 3 drejtorinë e policisë, drejtorinë e vjas shqiptare dhe të inteligjencës. Kemi bërë dhe vendin për të marrë praktikën e tyre. E janë i shqiptarë, e janë i datën 4, mos u tremni nëse jeni vërtet shqiptarë. E janë i kam fjallën për ata që fshihen. E janë i sepse keni erdhur nga gjithë anët jeni në Tiranë. E janë i se për ju kam erdhur që mini $80, pavarësisht se jeni në Tiranë. Keni ardhur nga rrethet. Keni punuar për kooperativa. $80 mini. E janë i se s'mban më për ju. Pra do bëjmë qeverinë ordjene. Pra, të dashur shqiptar, natën e mirë, miru pafshim nesër në orën 6, do të gjoni arestime të shpeta. I shihni dhe vetë fotografit, fletë e arestimit janë bërë sot që në orën 9 të mëngjesit. Pra të dashur shqiptar, mos keni frikë as nga prokurorët që u dalën në gjyq, as nga gjyqtarët, se edhe ata shumë shpejt e kanë rrugën e burgut. Për ato që po bëjnë, që po ndalojnë gjyqet. Natë e mirë, të dashur shqiptar, miru pafshim nesër në orën 6.